Në mjediset e Grand Hotel Europa u promovua albumi fotografik Tinguj folklorik të qarkut Shkodër, i cili sjell në vëmendje çaste të paharrueshme artistike, por shërben edhe si një dëshmi e gjallë e trashëgimisë folklorike të rajonit. Ky botim i mbështetur nga Këshilli i Qarkut të Shkodrës dhe kryetari Edmond Dou dokumenton pjesëmarrjen e ansamblit folklorik në Festivalin Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës. Artistët e shuar të qarkut, emblemat e artit shqiptar dhe drejtues vendor u bën pjesë e këtij aktiviteti që solli në fokus larmin kulturor që mbar qarku ynë. Ky botim nuk është thjesht një koleksion i çasteve të bukura artistike, por është një dëshmi e gjallë dhe e çmuar e trashëgimisë sonë kulturore. Ai na fton të bëjmë një udhtim emocionues përmes historisë së pasur të folklorit të qarkut Shkodër dhe që na kujton që muzika, vallja, kostumet, zakonet tona nuk janë vetëm pasuri shpirtërore, por janë shtylla të forta të identitetit ton kombëtar. Shkodra ka sjellë skenat kombëtare dhe ndërkombëtare figura të spikatëra, artistë dhe grupe folklorike që me përkushtim, me dinjitet, kanë përfaqësuar me krenari dhe nder komunitetet tona. Ky album është gjithashtu një urrëllse mes të kaluarës dhe të tashmes, të cilët e pasurojnë jetën tonë, e ruajnë si një thesar të çmuar për brezat që do vinë. Ne kemi përgjegjësinë që ta mbrojmë këtë trashëgimi, t'ia kalojmë atyre që vinë mbas nesh, për të siguruar që tingujt dhe ritmet e folklorit të mbeten të gjalla për brezat që shkojnë historinë në të ardhmen. Dhe shërbej edhe si një guidë turistike ku të gjitha ato vende ku të rinjt turistët që vinë të pajisen edhe me atë pasaportën ose guidën e cila është një udhërrëfyes i një kulture shekullore që ne shqiptarët kemi dhe aq më tepër qarku i Shkodrës. Ky botim është unik, i jashtëzakonshëm dhe sinqerisht duhet të jetë nëpër shtëpitë tona, duhet të jetë pjesë e institucioneve të ndryshme, përfshi dhe Universitetin e Shkodrës. Nëpërmjet kësaj platforme i bëj thirrje prefektes, të cilën e falenderoj për praninë, kryetarit të Këshillit të Qarkut zotin Dou, i cili vijon me iniciativa interesante të jashtëzakonshme, që e falenderoj për mbështetjen e këtij projekti, kryetarëve të bashkive të Qarkut Shkodër, ato që janë pranishëm, ato që nuk janë pranishëm, që duke patur parasysh edhe një vendim të Këshillit të Ministrave që pritet të dalë së shpejti mbi partneritetin, le ta konsiderojnë Universitetin Luiç Vrakuçi një partner serioz. Ky qytet, veriu, verilindja e vendit, Shkodra, ka nevojë të restaurojnë traditën, ka nevojë të restaurojnë vlerat. Dhe unë mendoj që duke restauruar vlerat, duke restauruar traditën, ne në fakt restaurojmë shpresën. Dhe kjo pjesë e vendit, ky qytet, ky qark, ka nevojë ta restaurojë shpresën. Shkodra, e njohur për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në fushën e folklorit, ka qenë dhe mbetet një nga qendrat më të rëndësishme të kulturës tradicionale shqiptare. Ky libër fotoalbum është i gur themeli, domethënë, pak shkrime dhe shumë fotofakte. Një foto ka 1000 fjalë në vetë. Mund të jetë i parë i këtij lloji qarku tonë, por padyshim nuk do të jetë i fundit. Qëllimi kryesor i këtij libri album ka qenë dhe do të mbetet për herë respekti dhe mirënjohja thellë, shumë e thellë, për të gjithë bartësit dhe artistët e mrekullueshëm që kanë luajtur një rol të rëndësishëm për ruajtjen dhe pasurimin e traditës folklorike dhe që e kanë bërë folklorin muzikor të ecë në një rritje me shoqërinë, me kohën. Ndërmjet faqeve të këtij libri, lexuesi udhton drejt rrënjve tona, aty ku tradita mbar frymë përmes këngës, vallës, kostumit popullor, elementë që nuk janë thjesht pjesë të kaluarës, por që jetojnë edhe në përditshmëritë tona kulturore. Ky album është një pasaport e kulturës tonë për t'tregu kush jemi, kush kemi qenë, por duhet jetë edhe një vizion se çfarë duhet jemi të ardhmen, pra ku po shkojmë. Ky album vjen si një shprehje mirënjohje për artistët dhe grupet folklorike që kanë përfaqësuar me dinjitet dhe krenari qarkun Shkodër, duke bërë folklorin të ndjetë i gjallë dhe i afërt me çdo brez. Keni arrit që disa figura të njohura të artit folklorik, trashëgues, mbajtës autokton, si nuk jetojnë, i ke pasuru ashtë një ndjenjë patriotizmi të fshesh plurin e harresës se këtyre njerëzve. Kjo është një vepër me të vërtetë me vlera shumë të mëdha. Ne ndoshta jemi populli më i etun për të pas histori të dokumentuar. Dhe në këtë rast për t'i ndalu, për t'i vu prit rrjedhës së rrëmbyeshme të lumit të harresës, ky është
një mjet i përkryer, sepse janë bashku dy arte, dy mënyra, dy mjete të rëndësishme komunikimi, dy semioptika, është fjala dhe fotografia, është shkronja dhe dritë të shkronja. Sot jetojmë një kohë që folklori kërcënohet në ligjet e natyrshme të jetës, zhvillimit, evoluimit, moderniteti, teknologjia, komunikimi, që arrit shumë. Kështu që në këtë vështrim, edhe ky album na jep mundësi që në brezat që vinë, ashtu sikur e thatë dhe ju, ne keni thënë në përshkrimin e hyrjes, të jetë një urë i disë brezash, shërbej si një dokument më shumë lehtë. E konceptuar si një fest, ky promovim solli edhe interpretime artistike të grupeve të bashkive Malësi e Madhe, Vaudeje, Spuk, Fusharës dhe Shkodër, si dhe mjeshtrat e mëdhenj Mukades Shanga, Pretashnila i në Lahud, grupi Dugaxhinit e të tjerë. Për të pranishmit në fund u dhurua dhe botimi i këtij fotoalbumi, duke vendosur folklorin në qendër të kujtesës kolektive dhe identitetit kombëtar.